Në prag të festës së shëndandot, e cila kremtohet me 12-13 qershor në kishën e Laçit, janë marrë të gjitha masat për garantimin e sigurisë dhe mbarvajtjen e pelegrinazhit, ku pritet marrin pjesë mijëra besimtarë nga Shqipëria, Kosova, Treva shqiptare dhe vende të tjera. Famultari i kishës së shëndandot, Dom Landjaku, bëri ditësh se kisha ka marrë të gjitha masat organizative për pritjen e pelegrinëve dhe për zhvillimin normal të ceremonive fetare. Ai ftoi besimtarë që ta jetojnë këtë pelegrinazh me lutje, qetësi dhe përkushtim shpirtëror, duke respektuar rregullat e përcaktuara dhe udhëzimet e strukturave përgjithëse. Ne si Fretin Franceskanë, sigurisht se na do të garantojmë ata që jena kompetent për këtë punë, që do thotë tashmë kena vetëm festën e shëndanut, që do thotë natën e shëndanut dhe ditën e shëndanut. Në natën e shëndanut garantojmë meshtë tona që do t'i bëjmë, rrëfimet, bekimet që i bëjmë njerëzve, do të thonë jena në shërbim të besimtarëve, të sidomos fillojnë që në orën 4 të masditës do të fillojnë kremtimet e festës së shëndanut. Në 4 të masditës do të kemi mesh në orën 6, në orën 8 dhe në orën 10 të darkës. Ndërsa të nesërm, do të thonë ditën e shëndanut, pra ditën këtë shtune me datën 13, kremtimet do të jenë që në 5 të mëngjesit. Mesha më e parë do të jetë në 5 të mëngjesit, në orën 7, në orën 9, në orën 11, mëse në orën 3 dhe në orën 5 të masditës. Sigurisht garantojmë rrëfimet për gjithë ditën, do të thonë, edhe bekime, lutje për gjithë besimtarët. Sigurisht se mësana edhe punëtorët tonë janë në shërbim të besimtarëve për pastërtinë, për higjienën, për marrëvajtjen, do të thonë, mundohna të bëjmë maksimumin që të garantojmë një marrëvajtje sa më të mirë për besimtarët që do të vinë në këtë vend. Sigurisht janë në numër të madh, gjithmonë ne lusim që të marrin pastërti vendin, do të hedhin veturinat në përkosha, ose ne të respektojnë vendin, do të jenë në heshtje, të luten në këtë vend sepse nuk është vendi për biseda të tjera, të vinë edhe të veshun në mënyrë dinjitoze, sepse kanjëherë thamë nuk jena të shku në plazh, to jemi një vend të shenjtë. Kështu që i lusim të vini sa më denjësisht. Nuk po i them gjithmonë që nuk do të mblu komplet si në Fretet, por të paktën në kanatiere dhe në pantallona të shkurtër nuk vihet në vendin e shenjtë. Pelegrinazhi 12-13 qershorit në kishën e shëndandot konsiderohet një nga ngjarjet më të mëdha fetare në Shqipëri, duke tërhequr çdo vit një numër të lartë besimtarësh dhe vizitorësh.